Jo, nuk voton. Nuk voton Lati. Lati nuk voton. Po, e kam parasysh kuponi, po nuk ka atë kartë identitetit edhe... Në këto momente është regjistruar ndonjë incident apo ndonjë problem në qendrat e votimit? Deri në këto momente, vetëm sinjalizime kemi në qendrën e votimit 46, sigurisht kështënuar një komisioner. Bashkë me nënkryetarin do të vete ta verifikoj problemin si qëndron dhe do të jap intervistën tjetër. A keni të dhëna se sa është procesi dhe sa kanë marrë pjesë? Kanë marrë pjesë deri tani 30% të votuesve, procesi vazhdon në qendrat e tjera, po vazhdon normalisht. Faleminderit. Si po shkon procesi? Ky vendim i njofton me njerëz të dhazës. 48 funksionar. Kam punë, ha? Media është e lirë ty ku të dojë. Pro. Ani. Kryetar, sekretar. Meral. Jorin Dati. Majlinda. Vazhdojë fillimi. Kush është? Sëri procesin e votimit, shkruani orën aty dhe kaq. Edhe vazhdoni punën. Sa më të qetë, ruani qetësim, për çdo gjë mund ta Redi, s'ka problem, po filluan. Barmashi. Po, Barmashi. Ke prezuruar votimin dhe api tjetër është përpilimi i vendimit për thirrjen e policisë shtetit për vendosjen e rendit në qendrën e votimit. Dhe është modeli zero. Ai vetë denocimi personalisht, vetë denocimi. Po mi sekondë, Tu s'keni bërë proces verbal, prandaj bëhet. Ku ke modeli 05? Ke nevojë për timin e policisë. Ja ku e ke të zotri, se jeni pa trenuar fare. Ja ku e ke modeli 05V KQV për kërkimin e ndihmës nga policia e shtetit për vendosjen e rendit në qendrën e votimit. Këtë do plotësosh që të vi unë, nuk e vjen keq. Ndryshe policia nuk ka të Jam në gatishmëri në çdo kohë të vi t'ju ndihmoj të ashtu rregulli. Mendoj që në rregull, në momentin që e keni gati, Më prima në Dhe unë kam një. Kone kushtë janë të në bela, valet të vazhdojmë.
Po nuk e di për jashtë, simpatizant. Po nisi,